Dhe jemi rikthyer në Shizon Air në Top Albana Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Tashmë mund na shihni direkte me imazh, me zë, me figurë, me të gjitha. Dhe bashkë me ne sot kemi një të ftuar shumë interesant. Në fakt, në studio është me ne Arnold Damazeti, një nga konkurrentët më të përfolur të përputhen këtë vit, i cili ka krijuar një lidhje me Katerinën. Përshëndetje Arnold, mirë se erdhe. Arnold, mirë se erdhe. Po si ndjesh kur të quajnë? Mikrofonin nuk është se të afro. Të dëgjojmë shumë mirë. Po dëgjova gjon se më afro. E ke studio ke përputher rrimë mbajmë mikrofonin tok goja si me çet. E dëgjova prezantimin ton, domethënë ti je një nga djemt më të komentuar të përfolur të këtij sezoni të përputhen. Si të ban mundjekja gja? Mirë është, mirë. Më pëlqen domethënë do vazhdoj akoma. Do vazhdosh sepse mendoj që ti jep shumë atij emisioni. I çik jep nga. Nuk dorëzohemi kollaj. Nuk dorëzohemi kollaj. Si duke domethënë në hapat e para, domethënë ndryshimi, a e prisje ti të ishe kaq shpërthys, domethënë hyre me qëllime të qarta apo u surprizove edhe ti nga vetja? Domethënë fillimi ishte me qëllim. Me qëllim. Normalisht. Pastaj erdhën gjërat u bën më u futën ndjenja, u futën shumë gjëra, pastaj ndodhi komplet ndryshe. Ti mendon se është arma jote më e fortë? Arma. Nuk është se kam ndaj armë, po arma është çdo gjë te Pika jote e fortë. Te durimi. Durimi është gjëja më e fortë. Mendoj se do spikasje ka shumë në këtë edicion? Durimi është diçka. Pse durimi? Pse duhet durim në përputhen? Do durim, duhet. Sepse ka shumë personazhe që janë larguar, për shkak se kanë përballuar dot. Çfarë nuk përballohet? Na shpjego pak më shumë për publikun, se unë duke qenë se jam brenda duhet të dëgjoj. Do të thonë që duhet të kesh shumë durim në lidhje me sulmet, me ndjenjat, me shumë gjëra. Sulmet që të vinë nga konkurrentët të tjerë? Kushdo, edhe nga jashtë edhe nga komentet normale. Nuk është kollaj. Po nga kush është më e vështirë të të humbësh vetë kontrollin? Më e vështirë është kur humb kontrollin është aty brenda, kur je në transmetim dhe ti ke shumë sulme, ndërkohë që ti ke takimin e ke ditën për të prezantuar. Arnold, do ke shumë sulme, do ke. Me që të ndalemi pak te takimet, dhe tema jone ditës është takimet e para, domethënë janë më romantik apo audicion? Ti vetë si je në një takim të parë? Takimi i parë. Për te kamerave, je nga ata që marrin në pyetje direkt apo si intervistë pune apo si është Arnoldi? Apo është romantik, kështu nuk bën. Jo, romantik nuk jam. Jo romantik? Që nga fikë piku çuni që kam binati, kam pasi na gjithmonë dhurata, s'bëj asnjëherë dhurata. Sot ishte dashur pse s'po bë dhurata. Po nuk e kam tip. Po Katerinën si ka bërë ndonjë dhuratë? Po jam detyruar ti bëj aty studio. Sa dhuratë? Janë detyruar? Nuk jam tip çfarë. Ti bëj aty në studio tash. Është diçka, unë mendoj që është një fasadë që e bën tjetrin ta bësh për vete ta gënjesh. Po ju mund ta bësh ta ndihet i lumtur për shkak. Unë nuk e them kështu, ç'a do desh diçka ha çoj ke filan vete. Okej, po kur thu detyruar në studio. Kam që t'ja bëj me pak, do të thënë aty në program një fasad që ja bën dhuratën Katerinës. Atë me zorë bora, s'kisha ç'a bëja. Ka thënë aty. Çfarë do të thoj që domethënë nuk ka lindur që unë dhurata, ditëlindje gjëra di ka urrej. Jo. Atëherë cila është arma jote e fortë për ta bërë një vajzë për vetë? Arma. Në takimet para nuk e kam menduar ndonjëherë, sinqerisht po. Po duke u kthyer për shembull tematikës së sotshme, domethënë, meqense ne po flisnim që në shumë takime të parë njerëzit kanë një formë interviste sikur do të dinë. Ti je shumë kërkues. I ban shumë pyetje gocave, apo ti e ndjek atë ndjesit e tua? Dua që ta lë të lirë. Dua që ajo të ndjet Kjo është një nga arsyet sepse ti dua ta lë të lirë, duhet që ndihet mirë. Pa ja prish qefet që ka për shembull. Se Robi do të dalet, do ta shu, do të mbajë marrëdhënie me shoqërinë edhe. Atë duhet ta mbështesësh, jo ta I beson ndjesive të tua. Vetëm më shumë të fitohet një person ose. Arnold, e lëm pak të pjesën, unë dua të flasim pak për ty. Kush është Arnoldi, nga vjen? Më trego pak për veten. Okej. Unë jam nga Dibra. Kam qenë në 97 që kam ardhur, i bie kam qenë 4-5 vjeç, 6 vjeç. Hedha u futa direkt klasë parë në Tiranë. Edhe në çato ditë jam akoma këtu, kam jetuar edhe shumë në kurbet, si Berlin, Londër, Milano, kam jetuar në Belgjik dhe Holland. Po vite gjata janë në Teso që kam jetuar. Për së fundi ka qenë në Berlin. Si e morë vendimin për të futur në përputhen? Si ka reaguar ta? Vendimi ishte në shkuesia ishte Megi. Nuk kam shok përbashkët me Megin edhe.
A mund ta quash Megin si një e ke parasysh kur themi mëra nga qielli, Një muzë. fat, mëra fati nga qielli, është një fat i Megi. rënë nga qielli Megi? Megi për ne Për ty, apo për ty, unë për Megi? si Ja dy gjë të kundërta. a je ti? Çon ke dhe ti? Po normale. Por i ke ndjekur edicionet më përpara të përputhen? Si kam ndjeru fare, sinqerisht. Domethënë nuk ke një Kam ndjekur personazh. asnjë gjë, ja fut direkt aty, direkt kam zgjedhë, Se kam hapit e bërë. kasapi. Kam vazhduar deri lojën. Nuk ka asnjë personazh që ti din për Se thoshte shembull. gjithmonë plakur, shif studio që ka të çapo ndodhe, edhe shoshë tjetër. Po i ka për çfarë dalë. Vetë. Si kishe për rast njëna goca. Një asnjë gjë, jo gocat i kisha pak kështu që dilshin virale. E më shumë shifja Katerinën që dilte virale, ata këtë po zgjedhin. Jo, prit, jo të ti edicionit. Un po flas edicionet të E ke kaluara. zgjedhur nga viraliteti? Nuk e ke zgjedhur është edhe diçka sepse të edhe më ajo tërhoqi? edhe më përshtatet si person. Okej, Më të përshtatet qëndrojmë edhe- pak te Katerina, të lutem se kam shumë qef kur vjen ky muhabeti i zgjedhjeve. Çfarë është një gjë nga Katerina që ty të pëlqen shumë? Mua më pëlqen sinqeriteti. Po gjëja parë që të goditi te Katerina? Është pastaj personazhi. Po gjëja që ta caron te Katerina? Është ajo që vërtet acarohet. Po në qoftë se nuk Se do duroj dot. ishe me Katerinën, do ndaheshe, çfarë është ajo që ka Katerina dhe ti do ta kërkoje Kërkoja tek çdo përsëri. vajzë? Mua dhe Katerinën e kam kërkuar sepse ka ngjashmëri me të kaluarën time. E normal. Do me thënë me Dhe ishte më thënë po. Paska. Gjithmonë kam një karakter që zgjidhja gjithmonë. Edhe është karakteri është Dhe kjo e ke njëjta. thënë në një intervistë domethënë që bën bashkë kur isha të përputhen, e ke thënë dhe këtë pjesën e ceke. Por edhe Katerina nuk mbeti pas, tha që do doja që Arnoldi të qetej tullat, që ti përngjante. Tullas, po doli Do me me flokë. thënë ju të dy jeni lidhur, Katerina kujton ishin edhe ti kujton ishën tënde. Ajo Jo, ajo se kujton dot nuk se është se ky si kujton. ka heq flokët Po, pra, akoma, po. po. Okej. për Përderisa A do t'i hiqe flokët për përderisa e ka Katerinën? shprehur. Jo, Nuk do Zoti t'i hiqë. të bëm tullas jo, asnjëherë. Po pse Nuk më ka dashuria ka Mirë, sakrificë? ju keni thënë edhe të përputhen që ju e keni bërë familjare. Katerina e ka Po, takuar mamin dhe babin kam tënd. ka takuar edhe un kam qenë këtë Katerina, kam jetuar një javë, më duket, me mamin e Katerinës. Si të Edhe me kokoshashin me lepurushin. Unë doja ta fusja furrat lepurushin, po. Jo, mos ta Pra ti po më konfirmon që në këtë sezon të përputhen deri në fund ti do jesh me Katerinën, nuk do dalësh kurrë me asnjë gocë tjetër. Bëhet fjalë. Arnold, Se nuk Okej, më do përshtatet. shohim Çfarë deri tani në moment. si thotit? Zgjedhni tjetër t'ja filloj nga aja. nga Ka fillon ndodhur vazhdimisht. Po mirë, A kuptosh? ta vë pak më në siklet ndoshta. Në qoftë se Po, do ka frikë se do ishim futen- ne gocat e përputhen. Po. Kush nga ne do ta kishte konkuruar Katerinën? Kateninën. Okej. Përfshi gjitha këtu apo Të gjithë Të pestat, jemi 5 sot. kush është më e guzimtarja për ju? ata në shikim të parë. Ëh? Ti ke Ose me standardet e intervistat tua, kë. normalisht. Unë e di përgjigjen, po nuk me Nuk e jap. di, po Se Hajde më pra, tha, zgjidhe. më tha. goca atje mund të jetë më fort për shembull. Cila? Livia, Në Livian. në sherre, në debate. Eja, din se në vitin tim se të përputhen e nuk kam kam parë. pul. Sa po kisha ardhur nga Italia isha karakter shumë i qetë dhe nuk kam bashkë shumë debate, Vërtet, nëse me jo. sulmonin shumë. Ti më dukesh si personazh debatesh, Po pse ti intereson që të jetë Kam një lloj personazh, domethënë, jo, pse intereson që të jetë debatuese, pra të jetë fort debate, pse? Të pëlqen Është- Po do karakteri i të fortë. rezistosh debat. Jo mos të humbësh debat. Kjo ka në term loje. Jo të Shumë i rrëmujshëm është. Dua të S'më themi kupton që dot. në mbrapa Nuk s'ke. do mundem, po prit, do e thuash pastaj Okej. këtë. Ne do kalojmë në këngë, sa të kthjellohemi pak. Dhe jemi rikthyer në këtë pjesë tjetër në She's on Air dhe jemi me Arnoldin, por pak përpara se të kthehemi tek Arnoldi përsëri, unë do doja t'ju prezantoja një tjetër produkt shumë interesant, i cili është Pro Natura MD. Është tashmë një emër i njohur për të gjithë ata që kërkojnë cilësi dhe autenticitet në përditshmëri, me një gamë të gjerë produktesh italiane, të zgjedhura me kujdes dhe të sjellura direkt nga Italia. Pro Natura MD ka krijuar një standard të ri blerjesh në Shqipëri. Çdo dyqan i Pro Natura MD është ndërtuar me një filozofi të thjeshtë. Konsumatori meriton më të mirën. Këtu do të gjeni produkte të freskëta, përbërës premium, specialitete italiane dhe artikuj të përditshëm që e bëjnë gatimin dhe jetën më të thjeshtë dhe më të shijshme. Dhe tani që po afron periudha më e bukur e vitit, tryeza e festave kërkojnë cilësi të vërtetë. Pro Natura MD është partner ideal për të krijuar një tryezë plot shije, ngrohtësi dhe elegancë, sepse festat duken më bukur kur shijojnë mirë. Pro Natura MD po zgjerohet në mënyrë të vazhdueshme dhe së shpejti do ta gjeni me 2 supermarkete të reja edhe në Kosovë. Cilësi italiane
në çdo shtëpi shqiptare. Zgjidhni pronatyra e midi përderisa më të mbara dhe një fund vit plot shije. Më në fund. Arnold, tani rikthehemi pak tek ty dhe besoj se jemi mjaft më të kthjellët se herën e fundit na bëri pak lëmsh. Okej. Arnold, a keni planifikuar pra që kur të dilni nga përputhen do dilni bashkë me Katerinën? Po. Edhe kemi planifikuar, po prapë prap nuk i dihet se çam na pret dhe çfarë mund të bëjmë. Shpesh herë të kemi parë të drejtë për drejtë, ndonjëherë edhe gjak nxehtë në debate. Je penduar për ndonjë fjalë, ndonjë veprim që ti ke bërë? Nuk është se jam penduar, por do kisha nevojë ta ktheja kohën mbrapsht dhe ti rregulloja çik ato akuzat ose gjërat, nuk është problem. Do e menaxhoj pak më ndryshe se menaxhoj çik ndryshe. Mendon se janë kaq të keq interpretuara disa nga reagimet e tua, por realisht i personi i gjak nxehtë dhe i jashtë kamerave? Të keq interpretuar. Nuk është se janë të nuk jam pak të keq interpretuara, por do me thënë, i e keq kuptuar ndoshta ndo pak nga publiku, nga mënyra se si ti ke reaguar, apo vërtet ti e kështu? Jo, nuk është se, do të thënë, është të thash të përpara që është sipas situatës. Kur ti e kur ndryshon situata ose gjakdësia, normalisht që po nga të gjithë nga goja, konkurrentët, se nuk jam vetëm unë ai që ka bërë gabimin, për shembull, janë shumë vetë. Po patjetër, ne ty të kemi tani. Ti do të fyesim. Po ti ndjen konkurrencë në përputhjen me konkurrentët e tjerë? Fillimi po tani jo. Tani nuk e ndjen. Kush ka qenë ai më i vështirë për tu? As Casey nuk e ndjen si konkurrent? Jo, tani jo. As atë. Pse në fillim e ndjeja? Në fillim po, kisha konkurrent, tani jo. Po pse çfarë ka Casey më shumë se tani me Casey jemi bër pak si miq. Ku ja kalove ti? Ku ja kalove ti Casey dhe the tani nuk e kam më konkurrent as këtë? Sepse e sulmova fillimin atë. Okej. Sapo erdha. Kjo të bëri ty të ishte në avantazh. Po sepse ishte ai personi që thoshte mirë. Tani jemi miq, po do t'i themi duhet. Ishte personi që thoshte un jam këtu, ju jeni këtu. Do të thonë tregonte gjithë publikut, gjithë njerëzve që un jam mbi vlerëson niveli i lartë, ose kuptoj këtë niveli i lartë. Gjithsesi bëra debat maksimum derisa e çova deri në fund atë pjesë. Po për lidhjen e Casey-t me Stelimin, si çfarë mendimi ke, domethënë mendon se është reale? Ka qenë ka menduar gjithmonë gjërat ato kanë qenë të njohur më parë. Edhe kanë qenë mund të kenë qenë edhe me skenar ose me skenarin e atyre të planifikuar. Po prap kam dyshime, po nuk e di. Me këto debate që ndodhin kohët e fundit? Ato kanë filluar të bëjnë shumë debate dhe janë darë. Po ndonjëherë në fakt duken shumë debate të çifte. Edhe kjo do thotë që nuk ka ndjenjë brenda. Është thjesht një është vështirë të ndash, nuk besoj se ndash kollaj. Te Katerina, kur e kuptoj? Ne kemi për shembull marrëdhëniet tona. S'domi të rritë Katerina. Marrëdhëniet tona gjithmonë ndaheshim, ziheshim, po. Prapë qëndronin bashkë, po thua, ndërsa në këtë rast, përveç faktit që ka qenë një show, gjalpi me thik direkt, e kupton? Pak. Po mirë, të rrim prapë te Katerina, do? Okej. Po sa duash më shumë. Okej. Kur e kuptove që ti e pëlqej vërtet Katerinën? Kë fillojmë pas 2-3 javësh. Mos vallë të thoja, nuk më pëlqen fare në. Jo, po Katerina ka ca gjatë veçanta që si ka njëri tjetër. Shumë energjike si kështu. Po nga kjo surpriza e fundit që të bëri Katerina në një vil, gjysmë zhveshur. Jo, hapita më pëlqeu. Pati goxha komente, edhe negative dhe pozitive. Më shumë negative. Po ti si e prite këtë surprizën? E prita, do të thonë ishte surprizë që se prisja. Okej. Edhe po pëlqeu. Po mirë, ky qef nuk ka të bëj surpriza, po ti bëjnë surpriza edhe. Po mirë, e pranoj. Mirë, cili është pjesa më seksi e Katerinës që ty të pëlqen? Dhëmbët, goja. Vërtet. Shish interesante. Se kishin gjuar ndonjëherë këto. Është personazh shumë i veçantë. Po ishte vetëm tani si një personazh apo si po është vetëm si një personazh apo edhe si një partnere? Të thash fillimi ishte si personazh. Tani kemi filluar të dyshojmë pak, të bëjmë një plani diçka. Po prapë nuk i di. Si mund ta përshkruash atë kimin tuaj? Kimin. A ju jeni një çift që nuk e di si ta shpjegoj. Ta përshkruaj. Po prit, pse tha nuk i dihet tash, i ke dyshime ke Katerina se s'po kuptoj. Po tani i ka dyshime dhe Katerina, por që nuk është se sepse parti më tha që nuk do dilje me asnjë gocë tjetër. Ja.
Vetëm me Katerinën, por Që do ti thotë nuk jeni di. çift. Ti nuk di na është Katerina ajo, si më thon. Në mbrapa s'ke nuk ka pa diçka. Arnoldi tani mendoj se Engji ishte vërtet goca që do futesh për puthën. Dhe unë i bëra një pyetje, i thash, a do dilje me Engjin, do e lije Katerinën, dhe tha, në mbrapa skena po. Do të thënë që në mbrapa skena ai do e pranonte Engjin, ndërsa në kamera atje jo do mbante Katerinën. Ça je ti more, thashun ti se nuk na le neve të jemi të qarta. Kjo është një gjë që dua vajzave ju bëj qefin, e nuk dua që të e kuptoni. E nuk dua që ti ul. Po kam shumë respekt për Ti femra. të bëj qefi? Wow. Të qefi tim janë Se kemi biseduar dhe mbrapa skenës në përputhen, kemi folur shumë gjatë. Po do më fol për një diçka, sepse Katerina ekspozohet shumë në rrjetet sociale. Ti çfarë mendje ke? Je mendje hapur, nuk të bezdis kjo gjë? Se kam problem fare. Se ke problem? Arnold, kush është më dominant nga ju të dy? Dy karaktere shumë të forta. Dominant çfarë? Dominant në lidhje. Në lidhje. Kush i bën këtë? Kush e bën ligjin? Kush është marr ligji? Të dy marrin pjesë. Unë jam ai si profesori që ve rregulla, ngrihesh, bëhesh, kemi këtë për të bërë, kemi nesër këtë gjë tjetër. Kurse ajo është pastaj gjë tjetër. Pastaj dominanta ajo mund të jetë në marrëdhënie ndjenjash, po unë jam më shumë i fokusuar te planet, duhet një rutinë. Javën e kaluar ne kishim të ftuar këtu në emision Bruno Shemshon. Dhe ai tha për lidhjen tuaj që nuk e beson as pak çiftin tuaj. Çfarë mendimi ke? Pa që je pak aktore, la me kuptuar. Do të thënë jeni takuar. Kemi takuar me Bruno. Po çfarë mendimi ke ti për këtë deklaratë? Kemi takuar aty ku në Top Channel. Në topi, po. Normalisht, po. Po, aty takohemi të gjithë. Okej. Çfarë mendimi ke ti për këtë? Çfarë do i përgjigjesh Bruno? Ta nuk kam nuk beson në çift, po pra ka dyshime. Se di, ai është mendimi i tij. Përforcoj këtë gjatë tash, na thuaj diçka më shumë. Shime, mua më duket sikur nuk është i sigurt fare për këtë gjë, kupton? Thotë, okay, le të jetë aty, le të thonë çfarë duan njerëzit. Ka shumë njerëz që nuk besojnë, e kupton? Po mirë, juve tani mos besoni dashuria që ju keni me njëri tjetrin. Ti po tallesh, ti nuk është e vërtet fare. Po jam vetvetja aty. Ndoshta sepse jeni edhe një çift pak që nuk më kuptojnë, jam një person me mentalitet komplet ndryshe. Prapë jam e qartë. Janë vështirë shqiptarët për kuptuar. Shikoj, ta bëjmë pak më të qartë këtë gjë. Ti sot intervistën e kishte vetëm për vete apo jo? Po. Pse nuk e morë Katerinën me vete të pak? Tha Katerina që do vi. Se nuk erdhi. Po nuk erdhi se nuk ngrihet. Nuk ngrihet, do me thënë jetojnë bashkë. Po se na i thonë jetojnë bashkë. Po mirë, nganjëherë s'kam çfarë bëj, i ke shtëpia Katerinës ose të vendi ku do. Si e minimizon domethënë. Ua, ma oqi trurit, lutem, do kalojmë në publicitet përsëri. Po çmendesh. Pushim. Okej, atëherë sapo u rikthyem edhe një herë në Shizën e Air, edhe kemi Arnoldin këtu. Kemi gjithë këtë kohë që po mundohemi ta ngacmojmë, po ai s'po na jep asgjë. Kështu që Arnold, do na tregosh pak ti je tipi i djalit që nuk është se fshihesh. E vërtetë. A mendon se je vërtet i dashuruar në këtë pikë të jetës? Për momentin jam i dashuruar. Super. Çfarë thot familja, miqt për Katerinën? Asgjë. Për këtë dashuri që vazhdo. Si që? Domethënë ata janë mbështetës ndaj kësaj ligje. Janë mbështetës. Okej. Unë dua të vë në një provë tani, të telefonosh mamin tënd dhe të flasësh për Katerinën. Çfarë do të thotë? Na vërtetosh çfarë do thotë ajo? A e mbështet ajo lidhjen tuaj? Jas, do të kesh. Përse punë edhe nuk është se besoj se ngre telefonin. Po ti Po ti mirë. Po pse do të flas për Katerinën tani? Po ta pyesësh more. Po pyete. Çfarë mendon? Ti them që ke të fal ose diçka tjetër. Jo, po dy ta pyesësh se ti sepse e kupton ajo që nuk jam tipi atë që bëj kështu pyetjesh. E çfarë do të thuar Arnold? Po ndava me Katerinën përfundimisht, çfarë do thotë? Ndava thuaj me Katerinën. Mendim ose mund të thuash, ose mund të thuash edhe jam në një emision edhe goca duan të dinë mendimin tënd për Katerinën. Të tregosh i vërtet. Siç ti je. Është e vështirë kjo për. Është Arnoldi një që flet me mamin për arsye se nuk flas për jam i hapur shumë, po nuk do të thonë janë sa gjëra që Arnoldi po i flet gjithë kombit për dashuria këtu. Përfundimisht na refuzoi dhe kjo po s'mund ta marr sepse është punë në shkretë. Pyetje. Edhe nuk mu duk sikur arsyeja ishte se mami ishte në punë. Po mund ta marr, po jo mund ta pyes për gjëra. Po jo, ti thuash për shembull u ndava. Çfarë do thoshte mami? Qofse ti do ishe. Çfarë do thotë? Dy opsione do thotë.
Ose pse, ose mirë bëre. Okej, hajde ta dëgjojmë. Për që nuk jam Të vlerë. duam të dëgjojmë ne. Ej, po pse mirë bëre dhe jo sa keq. Varet se çfarë humori është ajo, nuk mund ta gacmoj, e kuptoj se është në moment pune. Arnold. E nga humori nga luhatit mund Po mirë pra, po e lëm. ose duhet ta përgatis vallë, nuk mund ta kupton. po e lëm. I bie djerë pa mikesht aty. Ti u vure pak në siklet dhe ne këtë. Jo, nuk është sikleti, është pjesa E refuzoi. Okej, me që refuzove Arnold, unë dua të di mund t'i them në gjë tjetër, mund të marr plagun ose t'i them në gjë tjetër. Mund t'ja thuash Po babit jo, këtë por gjë? t'i them. Po, mirë Po babi. plagun e kam si shokun tash. Okej, po mirë, pra, të na Çfarë rri. mendon babi? Hajde, merr babin. Këtë e kërkove vet. Okej. Hajde, pra mos e shqyr. Çfarë t'i them? Ja. Unë ndava thuaj nga Katerina. Po, presim një reagim, shohim. Se me mamin e kam bërë një bisedë në përputhje, prandaj do ta bëjmë. Do mbajmë pak afër me mikrofon, që ta dëgjojmë dhe ne. Po hapër. Ja një sekondë të mëso. Presim, jemi në pritje. Në telefon nuk e hap dhe në WhatsApp. Se mos shkruan në WhatsApp. Po ti shkoj që jam në... Ja. Nuk vlen. Apo plako, qa bone? Alo. A më në gjumi ti? Ja, në duke të i shokë gëjt. Ja. Desha me të bëj pyetje, o burë, se unë ndava me Katerinën, përfundimisht të shi. Unë ndava me Katerinën. Këto studio, u bëm lëmsh, u zoom. U zoom keq fare. Qa të bëj tash? Unë ndava me Katerinën, po them, qa do të bëj? Po ti e di nga përsa të shem pitë më, po ti në li. Po desha i mendim nga ty, o burë, se të jam stres, nuk e ja ke iden. Se gjitha jo e u dhe porsht, gjitha dashuri. Po një mendim, o burë, qa të bëj? Ti kthehem prapa, qa të bëj? Nuk e di nga përsa të dush e gëj. Po ti në li. Ti di në pesën të Bavi Arnoldit, jemi këtu në Shizoner, po Jemi prisnim live. një reagim. Po prisnim një reagim në fakt nga ju, po me sa duket ju e keni mësuar Arnoldin që t'i marri vetë vendimet e veta, kështu që Ne ju përshëndesim dhe do ju themi miropafshim. ishte shumë kënd. Përshëndetje goca, do plako. Talë tani se jam përgjumë. A të pëlqen Katerina si nusë shtëpie? Katerina, ai djali e di që më doan, të mos përnusë unë për gjumë të Katerina. Po, do jetë nusë e shtëpisë suaj. Mi gjoti. Ai do kaloj jetën me djalin, jo me mua. Është e përshtatshme për djalin tuaj. Po si pëlqej djalit, ç'më duhet mua. Po pra, ty si nusë shtëpie, do me thënë ti e aprovon qofse aprovon Arnoldi. Po e deshi po, çfarë thudi, po e deshi ai normal që do ta. Shumë bukur fiks. Perfekte, shumë faleminderit. Ne të përshëndesim. Ajo goca. Ne jemi nga Shizoner në Top Albania Radio. Unë jam Ina dhe jam me vajzat e mia dhe po ngacmonim pak Arnoldin dhe morëm një përgjigje edhe nga ju, pse jo. Okej, faleminderit shumë. Shumë faleminderit dhe juve. Ja kalofshim miropafshim. Po ja nga kush ka marrë Arnoldi. Nuk e di, po si du. Unë i thash babit Arnoldit miropafshim para se të na shante se po isha gati thash, okay, do na shaj tani se ishte në përgjumë. Sa e ngritën shketi, sepse ai ka dhe një muzik live këtu në edhe nga që rri natën edhe Okej. Por që koment pozitiv. Si Tani do të rikthehemi pak përsëri tek ty Arnold. Cila ka qenë gjëja më intime që ke ndarë me Katerinën jashtë kamerave? Intime janë shumë. Po ata po ndajnë në shtëpi. Ata çfarë po bëjmë? Ne po i bëjmë para kamerave gjërat, jo. Vetëm një fëmijë s'po bën, jo? Do e bëni atë fëmijë? Fëmia e kemi biseduar, ajo kërdo fëmijë tash nga që është 30 vjeç. Edhe po kërkon me Se ti këmbgulje. nuk do. Edhe unë dua, po, edhe unë dua. E po, Unë do ja plotsoj për shkakun. E sheh si mami i fëmijëve të tuaja. Se jo. Po,
me konkurrentët e tjerë, një përplasje e cila ka bërë shumë zhurmë ka qenë e jotja me Inën, e cila është drejtuar i pacip, s'bën asnjë lek të fluturoj për jashta. Keni pasur mundësi të sqaroheni me njëri tjetrin? Jemi sqaruar. Do thonë I ke kërkuar të ka kërkuar falje, po se edhe ti ke bërë disa deklarata për Inën ka tani. kërkuar dhe kemi kërkuar. Që u Pra habi tani gjashtë. jeni në një Ne jemi në një avantazh tani, kështu që në një avantazh. Do doje që thellë Të thellë mirë të me kishe njëri një tjetrin. shans me Inën. Të pëlqen Ina kështu si vajzë? mirë është, po. Mirë është. Po ça? Ka diçka që Nuk më përshtatet, është një Mos person që nuk më se përshtatet. mbaj, fol. Jo, nuk më përshtatet. Po të shoh sikur Po të thash, e vetmja përmban. që Mos të mban përshtatet. gjë kjo Katerina me zor ty E më çu. vetmja Edhe ne që shpresuam që do kishim Arnoldin vetëm e sot. vetmja që më përshtatet është Katerina. E kam thënë që në fillim. Sepse çfarë do bëjmë me Inën pastaj? Me fat kjo Katerina. Ua, është. dua të di një Se ka i gjë zhanër tani. ndryshe ajo nga. Po mirë, dhe Katerina është me fat, po edhe ky është me fat për Katerinën. Jo, po Ja, njeriu më me fat në botë. E vërtet. Patjetër. Mirë, neve do kalojmë përsëri në një hapësirë të vogël publicitare dhe do kthehemi përsëri me Arnoldin. Jemi rikthyer në Shizon Air, jemi me Arnoldin dhe tani do bëjmë kemi një pyetësor me spec Arnold, Okej. se ne kemi shumë qeft ju nga E di. të ftuarit që vinë këtu tek ne. Dhe do filloja direkte me kush është konkurrenti më fake në përputhjen sipas Arnoldit dhe ai më i sinqerti. Po ty më përgjithësi gjithë fake janë. Kush është më fake? Po më i që mban- sinqerti. Në një apo Sinqerti është vështirë kur kanë Unë dhe Katerina. interes. Kur kanë interes mes, atëherë s'bën sinqert ato. Po mirë, po aktori më i madh që ti do jepje kupon, kush është? Aty, përveç meje. aktori i sezonit. Përveç teje. Flasim. Se dhe ti që nge një aktor? Mund të themi aktor jo profesional, amator. Okej, Amator, por që i jep edhe kupë këtyre. Po, kujde ja jepi. Na thuaj një emër. Mashkull apo femër? Në të dyja. Kjo ishte deklaratë shumë e fortë. Që nga një Aktori. aktor. Aktor është Ibrahimi. Po na gocat? Nga gocat është. Katerina. Bashkë me Arnoldin. Ne jemi me çmimi model. Atëherë sprit. Te gocat është Amo, Po një emër. mund të jetë për shembull Stelina. Selina. Jo, as nuk është Stelina. Prit. Mund të jetë jo Marcela është. Siela. Marcela. Arnold, cili është konkurrenti më flirtues ose flirtuese? Flirtuesi është Bujari. Bujari. Të dy në një gojë. Po, e gjithmonë kur vjen ai gotë që i shkon nga mrapa, e gasmon e bën. Vetëm hajde se le ndamo për maçik. I shkon kështu, Aha, po nga gocat, kush Nga e gocat shpreh më flirtuese, shumë atë Marcela flirtin? Aha. Marcela. flirton dhe ajo. Kush është Po, më pëlqen një gjë flirtojmë, pse jo? Janë Nisëm se ti veçantë. ke pasur edhe komunikim Me kë? me Marcelën, Po keni dikur bërë edhe ke video, po. dikur njiheshim para 7 viteve. Po. Pse tani nuk njeni më? Tani bën sikur të njihesha, se. Arnold, me cilën Se nga më tha mua jo, vajza? pse s'm zgjodhe mua, po zgjodha Katerinën tha. Shiko, Katerina e di këtë gjë? Drama Ja nga kam më thënë, po. përpara. Nga e shkuara. Arnold, me cilën nga vajzat nuk do të kishe dalë kurrë në takim? Po më thema, nuk do dilja me asnjërin, vetëm me Katerinën the çfarë. Mund të jesh pak koherent, të lutem. Po e tha, vët njëra tha, jo me gjithë. Po ha njërin që nuk do dilje kurr. Me Inën për shkakun. Me Inën do dilje? Jo. Po mirë, A mendon se ka ndonjë konkurrent aty që ka xhelozi të brendshme, qoftë për Një konkurrent jashtë? që ka xhelozi Po. për Kundrejt teje, kundrejt mirë. lidhjes me Katerinën. ka shumë. Ka shumë se unë i kuptoj njerëzit kur xhelozojnë për shembull në mënyrën si më thuaj njërin, emrin. njëri është vështirë ta them. Po dy pra atëherë. Është xhelozi. Do të thënë e kam pasur me radhë xhelozin, pastaj e kanë hequr. E kam marrë Kush tjetri, e kishte kam më marrë shumë në tjetri. fillimet tuaja? Se Fillimi fillimet ishte tuaja- me Kesin. Kesi ishte Po, ishte shumë kishte xheloz. xhelozi. Tani Si tha që morët- ngelen miq. Po, tani Mor, vjen. po mirë, cili konkurrent ndryshon 100% kur fiken kamerat? Mos harro aktorët që përmendë që parë. Më të jem unë për shembull. Ai po flet në rreshta, po ju s'po merrni vesh. Kush vuan më shumë për vëmendje? Ose Për më vëmendje. saktë, kush jeton për vëmendje? Si goca, si çuna. Një emër. Ec. Tani ka Ti e din shumë mirë. dëgjoj, ka njerëz aty brenda në Program. grup, në program,
që vinë shpenzojnë as shumë lekë, unë se kuptoj, që vinë nga Italia, nga Greqia, nga kam shpenzuar shumë lekë, edhe për çfarë? Për të marrë çik famë. Unë këtë kisha bërë kurrë për shkak. Po kush janë nduam? Jetojnë këtu, pagojnë shtëpira, jo ushqimi, jo këto. Janë këta, E normalisht. Edhe mendoj që Ibrahimi, a është në po italian? Ibrahimi që i pëlqen. I pëlqen Vëmendja. Ma ka thënë dhe vet. Ka. Cili dhe ose cila të ka dhënë energjinë më të keqe që ditën e parë? Keqe. Se mendosh kërgjë? Se më nuk e di, nuk e kam menduar ndonjëherë këtë. Po mirë, Energji negative, s'e kam menduar ndonjëherë. të hym pak në më funny. Kë do bëje çift vetëm për humor. Një çift tjetër. Po, të krijoj një çift çift që mendon për se do humor. kishte shumë humor. Do qeshje ti to, të jashtësh. Unë vut me ato nuk qesh dot, nuk e di. Nuk e di, nuk ekzistojnë. E unë kam një kush është ai Përveç me personi edhe që bën? Katerinës nuk ka tjetër çesharak aty. Okej, kush është ai personi Përmendim apo jo? nga ju aty që bën atë dramën për dramën më të vogël e zëm? Personi nga Si goca si çuna. Dramatiku i. Kush është ai programit. dramatiku. Sa të vështira i pasi. Është e vështirë sepse nuk është se i kam studiuar mirë Ke njerëzit. asnjë- Nuk ka se po ruhesh pak sepse nuk e qef të krijosh atë mbetje. Jo, fare. Je i drejt për drejt kështu se ke problem. Dramatiku është Casey pak dramatik. është shumë. Po pse se Është thua, vërtet. duhet ta them Po unë jo, që ta do thua të themi ti. ngela duke përmend kesin, përmend këtë tjetër. Po jo, mundsinë e ke. Okej. Ti nuk ka se do të alternosh. Kush është dramatik? Kush Do të është? thënë vazhdon dhe prap do dalë kjo ajo e vetja. Unë do me ditë cila është goca që i për ty ndryshon më shumë, që domethënë përdor tepër filtra nga rrjetet sociale në realitet. Që mashtron pak njerëzit nga Nëse rrjetet nuk në sociale. Instagram kjo goca dhe ndryshosh. Unë për ja, diku tani është futur kjo Vlora. Një konkurrent e re. Përdor shumë filtra. Dëgjoj tani. Kjo fillim tha që un kam ardhur këtu gjej burr. Okej. Po ndërkohë që momentin që filloi duke tregu dhe çfarë pëlqente këtë meshkujt, ishte komplet ndryshe. Ej, nuk po flas për këtë aspekt. Unë po flas për një filtr që të shgënjen kur ti e takon nga Edhe pash afër. accountin unë ishte account tjetër komplet. Ja account që nuk ishte një aspektin fare për fizik, gjetur burr, ishte pamje. është një prezantuese në E po Londër ose në e pas ka Huabita, se vite si internacionale. Ej, në sezonin Vite si tim, person tradicionale edhe në edhe sezonin më tim, bëri pak kurreshi, tha si ka mundësi thash me prit tjerë. në sezonin tim ishte një gocë që e shihnin në rrjetet sociale dhe thonin do shkoj për këtë në përputhen. Po. Pastaj nuk e gjeshin sepse ishte diçka në Instagram dhe në realitet nuk ishte po e njëjta. Unë po flas për Është këtë vërtet gjë. kjo, ndodh shpesh. Kjo goca ndodh që shpesh. sapo ka shfutur Vlora për ty. Jo, unë po flas me një pikë tjetër, jo për këtë. Jo, pjesë. e kam te pamja. Te Që si mas pamja, tet te mashtron pamja. pak njerëzit nga Instagrami. Te Çunga pamja, për po. shembull. Kush mendon se është çifti më i rrem në program? Qifti më i rrem. Marcela dhe Indriti janë më të rremë. Ja. Domethënë mundohen bëjnë rrinë te shtëpia për shembull, bëjnë plane çfarë do bëjmë nesër, por nuk bëjnë plane ndjenjash se Dhe me ka i shumë pikpyetje që ne i Arnoldi. kishim dhe na i la se shumë Vetëm pak ça na përgjigje na shpoj. dha. Vërtet sa na shpoj. Ne erdhi fundi me vërtet? i sezonit. Ka shpejt? Po. Unë do të reja akoma. Po ti. s'ka gjë, hajde Shumë javën sa tjetër. më ne kemi muhabetin. Lëre përputhen Arnold. Dhe hajde. Dhe hajde këtu. këtu, po, se kemi një vend bosh, shiko aty Okej. te Livia. Lejohet mashkullim midis femrave? Jo, mos na vjen Katerina Sepse pastaj. këtë programi është She's on Air. E bën Është shi his He's on on air. air. Arnold është shumë kënaqësi që ishe Faleminderit. pjesë e jona, e shijuam Kënaqësia për vërtet mua. shumë Faleminderit, bisedën me ty. faleminderit. Dhe vajza, e dona gjithashtu edhe me ty ishte një kënaqësi faleminderit. ta ndanim sot studion. Vajza, me ju do jem përsëri, ju dua shumë dhe juve, ishte kënaqësi që na dëgjua dhe na ndoqët deri tani, shihemi në Tatat e Radhës. Paçi. Paçi. Bafshim.